Kryeministri Ristian Miskoski ka thënë sot se qeveria nuk ka sjellë vendim se cila kompani do të menaxhojë me parkingun në qendrën klinike Shkup. Ai tha se informatat se kompania nga Shqipëria Gjoka Construction është kompania e zgjedhur janë trillim që të sulmohet qeveria. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, ai tha se gjatë zgjedhjes së një kompanie që do të ndërtojë dhe menaxhojë parkingun e qendrës klinike përmes partneritetit publiko-privat, do të merret parasysh kredibiliteti dhe besueshmëria e kompanisë. Vidite, nije сега ako barаме начин kako da... Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë për të sulmuar qeverinë për diçka që nuk ka ndodhur, atëherë ne mund t'i shpikim gjërat, por unë po ju them që një vendim të tillë nuk e ka marrë qeveria dhe çfarë do të kemi parasysh. Dokumentacioni i tenderit të merret parasysh edhe kuptohet që nuk do të zgjidhet një kompani që nuk ka kredibilitet, besueshmëri dhe karakteristika teknike të mira dhe këtu përfundon gjithçka. Jeni të sigurt se kuptoj që ka nevojë për sensacion, sulm ndaj qeverisë e tjerë, por kjo qeveri funksionon ndryshe nga dikur, pra vendimet që merr kjo qeveri janë ekskluzivisht në interes të publikut. Edhe Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thot se marrëveshja me kompaninë Gjoka Construction do të nënshkruhet nëse pas procedurës fillestare të kaluar kalon edhe disa filtra. Ai tha se është i gatshëm edhe të anulojë tenderin nëse publikut nuk i pëlqen oferta dhe ka informacione nga qeveria për lëshime. Nuk është nënshuar, parkingu në qendrën klinike gjithmonë bën shumë nervoz, nëse për ofertën ja dëgjoj, gjithnjë për mua është shumë e rëndësishme çka do të thotë publiku, nëse më thonë se diçka nuk është në rregull, është lëshuar edhe në qeveri, nëse edhe aty më thonë se ka lëshime të caktuara, nuk do të kemi asgjë, do të anulojmë, do të publikojmë të ri, por vetëm do të humbim një vit. Taravari kishte konfirmuar paraprakisht për birë se kompania shqiptare Gjoka Construction do të menaxhojë parkingun në qendrën klinike Nën Tereza me partneritet publiko-privat, ndërsa sot në konferencë për media, ai tha se në tender ka kusht për ofertuesin që ta shfrytëzojë parkingun derisa në atë lokacion është qendra klinike dhe kjo sipas tij nuk do të jetë më shumë se 7 deri 10 vjet. Çmimi i ofruar për parkim është 50 denar për një orë.